Për familjen 7 antarëshe nga fshati Gërgoc, e cila jeton në kushte të mjerueshme, Adem Hulaj nga fshati Prilep i Deçanit ka kontribuar me 10.000 euro bamirësi. Në një prononcim për të vështirën, ai tha se duke parë gjendjen e vështirë të kësaj familje ka vendosur të dhurojë këtë vlerë të parave. Tu i pa kushtet e tyne. Rrethanat e atyne vajza që kanë hupe dhe thrit për vllahun e vet. Edhe ata fëmijë që këmethen jetima, aty shpreha dëshirën për me dhonë që një ndihmë vogël sa ku pas mundësi. Bamirësi Hulaj tha se fillimisht kishte vendosur për të shkuar në haxh, por pastaj ka ndryshuar mendja dhe ka ndihmuar familjen nevojtare. Me thonë drejtë, unë më konë në haxh përpara, edhe kom pas vendosur edhe herë më shku. Edhe tu i pa këto kushtet, thash, ma haxh është kjo klina, se unë atë obligimin e para kom kry. Edhe ty një mojë ty në jetima, edhe të qesim pak në dritë, edhe me se fëmija janë shumë tafë për shkollë, po kushtet e bujnë ato të veten. Shoqata Bereqeti komë parë kishte apeluar që kjo familje të ndihmohet, prandaj edhe ndihma dhëruar nga Bamirësi Hulaj është shumë e rëndësishme. Kemi filluar iniciativën për një blini banesë, në cilën që banesa vetëm është bërë një kontratë e thjeshtë fillimisht, që ka 92 metra katror të mobiluar në qytetin e Gjakovës, në katën e 5, ka lift, ka gjithat. Ajo ka qenë diçka interesante dhe gëzim për mua dhe stafin tim, se sot për herë ka ardhur dikush me shumë kaq të madhe. Bejtullah thotë se është siguruar edhe apartmenti për familje nevojtare, por duhet mbledhur edhe disa fonde tjera. 5.000 kemi nga kuvendi komunal, 5.000 kemi nga disa shokë tonë, 5.000 nga skijone e kanë përmëtuar dhe transportare komunës, dhe mbesim është shpresë një shumë për 25.000 të mobiluam së bashku nga vendi diaspora, ma dhe vërtetën shumë rejtor në kurte të tepër ekstreme, po mendojmë që kur banë brenda mujtë të sigurojmë edhe të një ekstrem të tillë. Vullnet mirët e shoqatës Bereqeti janë të shumtë, e gjithsesi edhe numri familjeve nevojtare është i vazhdueshëm, prandaj vazhdimisht bëhet apel për ndihmë që të sigurohen sa më shumë fonde tjera për të mirat materiale për nevojtarët. Që hoqë këtë shërbimin tanë, ashtë të bëjtë,